elektorale, një strategji dyfisht elektorale, nga një anë të defaktorizoj opozitën kryesore, nga ana tjetër të rifaktorizoj Lulzim Bashën që ishte i haruar deri dje. Dhe natyrisht duke jetur një salvagjente, Lulzim Bashës, cilin ai nxitoi ta merrte dhe po të shihet frekuenca për çdo status të Ramës, ka paktën 3 statuse të Bashës në çdo orë të ditës, madje dhe të natës. Një status i tij ishte nga krevati në fakt, për të treguar që Luli nuk le gjumë as pas mesnate. Në fakt është një mënyrë për të nxitur të paktën siç e ka thënë vetë shtabi i Bashës, nuk është se po bëjmë një interpretim, për të nxitur votën dhe interesin të rinjt, duke qenë se të rinjt, sipas kësaj logjike, nuk ndjekin 60 minuta emision televiziv, nuk mund të lexojnë apo të mendojnë që mund të lexojnë programe partije, dhe vetmja mënyrë që ata mund ndjekin është 60 sekonda video, e cila përhapet, pavarësisht se tash mos kemi më TikTok, në mënyrë virale. Dhe a ka funksionuar kjo? Po, është rritur numri i klikimeve, pra Basha mos gaboj nga kishte shumë pak, disa qindra, ka shkuar në 64.000 shikime, maksimumi, për video, por harrojnë 2-3 të vërteta elementare. Tani mund ta shohim Bashën për gallat, si këngëtar, apo reflektohet kjo në votë? Unë nuk e kuptoj. Pikërisht, do me thëmë fakti këtë do argumentoje. Mund të shihet pikërisht si gallat apo si ajgare, por kjo nuk përkthehet në votë.